Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit nga aktualiteti dhe politika me avokatin e njohur Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ftesën. Avokat, do ta nisim nga ajo që ka ndodhur në SPAK, që është zbuluar ditët e fundit. Po kalonte si nheshtje, më pas ju dha edhe vëmendja mediatike, për sa i përket një tentative më saktë marrjes së disa dosjeve me anë të hakerimit të disa prokurorëve që kanë dosje të rëndësishme në duar në strukturën e posaçme pra antikorrupsion, pra të SPAK-ut. Mendoni që do t'i dëmtoj kjo hetimet, mund t'i vënoj finalizimet, çfarë ndodh? Hetimet nuk vënohen ose më mirë nuk prishen, por ajo që është shqetësuese nga ky fakt kriminal i rënd është se si një institucion i cili është një institucion që qytetarët shqiptar presin nga ai të sulmohet në këtë formë dhe mënyrë nga zyrtar ose ish zyrtar që kanë punuar në administratën publike. Janë zyrtar të cilët... Mendoni që mund të jetë nga brenda apo mund të jetë nga jashtë? Nga erdhi sulmi? Edhe brenda edhe jashtë. Do të kemi parasysh se kur kemi të bëjmë me hakerime të tilla, gjithmonë ato ndodhin edhe në një bashkëpunim me vetdije apo pa vetdije me persona të cilët janë brenda institucionit. Pra një spion ka qenë brenda, mund ta themi, ai që patjetër, shikoj, mund mos ishte spion në aspektin që ai ka punuar për ata, por mund të ketë qenë një person i cili nuk e din teknologjinë, ka shtypur një buton pa dashje ose ka shtypur me dashje. Dhe kjo mbetet për t'u parë në rast se kemi të bëjmë me një sulm ku një person brenda ka pranuar që të ekzekutohet, ose kemi të bëjmë nëpërmjet linjës së internetit që lidhet me prokurorinë e posaçme edhe nuk ka, për shembull, mundësi tjetër përveç kësaj. Që do të thotë, në rast se jemi nga interneti dhe është bërë sulmi, do të thotë që personi duhet të jetë një nga institucionet që rrethohet SPAK-u, që do të thotë, ose nga gjykata penale e rrethit që është ngjitur, ose nga shërbimi i provës që është aty ngjitur, ose nga arkiva që është mbrapa SPAK-ut. Pra pse duhet të jetë afër, mendoni, një nga këta tre institucione që është afër? Unë kështu e mendoj, unë nuk jam profesionist në këtë fushë, por unë kështu e mendoj në rast se do të jetë nga linja e internetit. Se nuk e mendoj që ky institucion i cili është kaq shumë investuar amerikan, europian dhe çfarë do doni kinez o maroken, të psoj këtë sulm. Është e pabesueshme. Sulmi ndodhi kur amerikanët nuk ishin aty. Prandaj s'ka rëndësi, po amerikanët kanë dhënë lekë më përpara. Është e pabesueshme kjo gjë.